Kurani është fjala e Zotit, fjala e të madhreshmit. Kurani është libri të cilin Zoti ja shpalli njerëzimit që nëpërmjet tij të udhëzohen në rrugën e drejtë. Pra, është një libër që dallon prej librave të tjerë dhe cilin duhet trajtuar prej librave të tjerë. Dietarët musliman kanë folur për etikën të cilën ne si besimtar duhet ta kemi në raport me Kur'anin. Janë shkruar punime të shumta, janë bërë libra, të cilat në mënyrë të hollësishme kanë trajtuar këtë etikën që ne duhet ta kemi në raport me të. Kam përzgjedh një shpjegim të bukur i cili etikën përkitazi me Kur'anin, etikën tonë përkitazi me të, e ndan në dy pjesë, në etikë shpirtërore dhe etikë të jashtme të dukshme. Sa i përket etikës shpirtërore, dietarët musliman kanë thënë që ne si besimtarë, me rastin e leximit të Kur'anit, duhet ta sjellim ndërmend këtë pozitën, këtë peshën që Kur'ani e ka si libër i Zotit. Do doja vetëm sa për krahasim, sa për ta pas parasysh këtë pozitë, të përmend një citat profetik i cili vlerën e Kur'anit e përshkruan në mënyrë të interesante. Thot profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, inna fadla kalamillahi ala sa'iril kalam ke fadlillahi ala khalqi. Vërtet, vlera, pozita, pesha e fjalës së Zotit ndaj fjalëve të njerëzve është sikur vlera e Zotit ndaj njerëzve. Pra, siç nuk mund të bëhet asnjë krahasim ndërmjet Zotit dhe njerëzve, po kështu nuk mund të krahasohet as ndërmjet Kur'anit dhe librave tjerë. Çështje tjetër që ka të bëjë me etikën shpirtërore përkitazi me Kur'anin është që ne kur ta lexojmë Kur'anin duhet ta sjellim ndërmend se ai është libri i Zotit, në të cilin nuk ka dyshim. Pra, është një libër me saktësi absolute, është libër dhalika al-kitabu la rayba fi, është libër në të cilin nuk ka asnjë dyshim, prandaj ne duhet ta lexojmë me madhrim për Zotin, krijuesin ton dhe atë që e shpalli këtë libër. Ndërsa ne lexojmë Kur'anin, etikë shpirtërore është që ta përjetojmë atë. Pra, ta lexojmë si diçka që na drejtohet neve personalisht, si diçka që ka të bëjë me neve, jo si ndonjë roman ose ndonjë libër që e lexojmë për kurreshti ose për ta kaluar kohën. Jo, Kur'ani është libër që është shpall për secilin prej nesh dhe kështu edhe duhet ta lexojmë. Ndërsa sa i përket etikës së jashtme, ajo që synohet me të është që ndërsa ne lexojmë Kur'anin, të jemi fillimisht në gjendje të pastër. Kur'anin e prekim vetëm ata që janë të pastër. Të pastër në gjitha kuptimet, në kuptim të marrjes së abdesit, në kuptim të veshjes së rrobave të mira, në kuptim të higjienës veçmas të gojës. Preferohet që para leximit të Kur'anit të pastrohen dhëmbët, qoftë me brush, qoftë me misvak. Me rastin e leximit të Kur'anit duhet që të kthehemi ka kibleja, duhet që ta themi istiadhen, pra të themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pra ta kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhruar, mu ashtu siç Allahu na ka mësuar në Kur'anin famadh dhe ashtu siç na ka mësuar i dërguari i tij në hadithet e tij. Pra, etika jon e jashtme me Kur'anin ka të bëjë me rregullimin ton, me pastërtinë ton, ka të bëjë me kthimin, drejtimin ka kibleja, por ka të bëjë edhe me zbukurimin e zërit me rastin e leximit të Kur'anit. Në një prej këshillave të tij, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë, nuk është prej nesh ai që nuk e këndon Kur'anin. Pra, preferohet që për shkak se është fjalë e Zotit, për shkak se ka peshën që ka të cilën ne veç e përmendëm, me rastin e leximit ta zbukurojmë zërin, ta përjetojmë Kur'anin
nga se ne në këtë formë e madhrojmë Zotin, ne në këtë formë e respektojmë Kur'anin dhe ne në këtë formë arrim që të shijojmë edhe ato kuptimet e tij. Po kështu dietarët musliman kanë përmendur që Kur'ani përderisa është libër i Zotit, nuk lejohet që trajtohet në kuptimin fizik sikur libra të tjerë. Pra kanë thënë më saktë që nuk është etike të vendosësh një libër mbi Kur'anin. Nuk është etike madje të vendosësh as edhe një rrobë mbi Kur'anin, për shkak se nuk ka libër që ka vlerë më shumë se Kur'ani, edhe në këtë kuptimin figurativ nuk duhet vënë asgjë mbi Kur'anin, nga se asgjë nuk është mbi të. Po kështu kanë thënë që nuk lejohet që mushafi, libri në cilin është i shkruar Kur'anin, quhet mushaf i vogël, për arsye se Kur'ani është i madh, Kur'ani është i madhreshëm, Kur'ani është libër i Zotit. Prandaj edhe nëse është i shkruar në formate të vogla, edhe nëse kopja e tij është e vogël, ai gjithsesi se duhet të quhet Kur'an, siç kanë thënë që edhe xhamit, për shkak se janë shtëpi të Zotit, nuk duhet të quhen nëse janë të vogla, nuk duhet të quhen të vogla për shkak të respektit që duhet kemi për Kur'anin dhe për xhamin si libër i Zotit, respektivisht si shtëpi e tij.